Në historinë e murgjve të shkretirës në Egjiptin e shekujve të parë, ku shkretira e lulëzonte nga murgjit, tregohet një histori shumë e bukur. Në një fshat ishte një fshatar shumë i devotshëm, po i pashkolluar dhe nuk dinte shumë gjëra. Dhe toka e tij nuk prodhonte shumë. Gjithmonë atij i dështonte prodhimi. Dhe një herë duke u ankuar bashkëfshatarëve të tij, ato i thonë, po a lutesh ti, thot, kur punon edhe përpiqesh për tokën? I thotë, jo, po duhet lutesh. Në një ishull të Nilit, atje ishte një manastir. E igumeni i saj ishte aq i shenjtë, sa që kur vinte në tokë, hidhte rrasën në ujë dhe este si për rrasos. Dhe shkoi takoi te igumenin dhe i thotë, më mësoj një lutje. U përpoqja e tij mësonte një lutje, ky se mbante mend. I thotë, thuaj vetëm mëshiro Zot, dhe është mjaft. Ai e falenderoi, i bëri një metani dhe u kthye. E filloi punën. Gjatë gjithë muajit parë duke thënë mëshiro Zot, mëshiro Zot. Mbas një muaji e harroi. E në vend thonte mëshiro Zot, filloi thonte mos mëshiro Zot. Dhe u lut gjatë gjithë kohës me këtë lutje. E atë vit prodhimi i tij ishte jashtëzakonshëm. E nga mirënjohja mori një masë shumë të madhe, t'ia çonte igumenit. Dhe e gjeti igumenin në çastin ku ai po hidhte rrason për të kaluar lumin e Nilit. Dhe i thotë, shumë faleminderit se lutja jote më shpëtoi. Meqense kishte kaluar gati një vit, igumeni nuk e mbante mend. Dhe i thotë, cila lutje? Ajo lutje që më the mos mëshiro o Zot. Igumeni thotë, jo, thotë, unë thash mëshiro o Zot. Rraso filloi të zhyte. E igumeni e kuptoi që ai ndoshta nuk kishte thënë fjalët e sakta, po ishte lutur nga një zemër e pastër, sepse vetëm një njeri me zemër të pastër mund të arrijë të komunikojë me Perëndin. Si thot Zoti tek lumurimet, lum zemër pastrit se do shohin Perëndin.